Alianca për shqiptarët e Arben Taravarit edhe me një deputet më pak. Deputetja Mimoza Musa përmes një statusi në Facebook u shpreh se nuk e tradhton besimin që e ka marrë nga 107.000 votuesit shqiptar si deputete ASH-s në listën e koalicionit Vlen. Sot në një klim politike të trazuar dua të jem e qartë me ju. Unë jam deputete e Aleancës për shqiptarët. Besimin që ma dhat nuk do ta tradhtoj. Nuk jam këtu për interesa personale, por për të shërbyer me dinjitet dhe përgjegjësi çdo votuesi që më besoi në këtë mision. Ndryshimi ka nisur dhe ne do ta çojmë përpara. Po Taravarin nuk e mërziti ky veprim i saj. Kryetar shkoi Mimoza, u mërzite. Ja, s'pak. Çdo kush e ka bindjen e vet, ashtu si mendon, ashtu vepron. Këtë kreu i ASH-s e tha para se të hyjë në kuvendin e jashtëzakonshëm që e mbajtë në Kumanov. Këtu u konfirmua se s'janë më pjesë e Vlenit e as e qeverisë. U përjashtuan edhe 8 anëtarë të kryesisë, të cilët, siç tha Taravari, deklarohen kundër ASH-s. U shkarkua edhe kryetari i kuvendit partijak Arben Fetai, i cili zgjodhi të qëndrojë në qeveri, dhe në vend të tij u zgjodh Nazim Taipi. Për Mimoza Musa nuk u soll vendim sepse, siç tha Taravari, nuk ka qenë e definuar mirë në qëndrimin e saj nëse mbetet me ASH-n apo është me Vlenin. Se kemi porosinë e qartë, unë mendoj se duhet t'i jepet hapësirë edhe një herë bisedohet me deputeten. Mbas asaj, nëse vendos ashtu, i urojmë sukses edhe shëndet. E qartë ose jo, koalicioni Vlen kumtoi se jep përkraje të plotë qëndrimit të deputetes Musa, e cila sipas tyre ka dëshmuar integritet të lartë politik dhe institucional në një periudhë të ndjeshme në skenën politike shqiptare në vend. Shprehim falënderim publik për zonjën Musa dhe i urojmë suksese të mëtejshme në përfaqësimin e denjtë të interesave të qytetarëve shqiptar. Qëndrimi i deputetes Musa vjen pas dorëheqjes së deputetit Salim Sulejmani, karrige të cilit në kuvend u zu nga Valbona Adili Emini nga Lëvizjes Besa, pjesë e Vlenit. ASH-ja e Taravarit tash në kuvend ka 3 deputet. Vendimi i Taravarit për ta lëshuar qeverinë solli fraksione të reja në partinë tashmë të fraksionuar, pas ndarjes që ndodhi një vit më parë kur një pjesë e mbështetën Zjadin Selën e një pjesë Arben Taravarin. Si një reprizë, e njëjta gjë ndodhi tani edhe me krahun e Taravarit, kur jo të gjithë pranuan vendimin për të dalë nga qeveria, andaj disa mbetën në ekzekutiv. Por mbrëm Taravari i paralajmëroi Lëvizjen Besa dhe LDN se shumë shpejt antarë të partive të tyre do të kalojnë në Aleancën për shqiptarët. Javës ardhshme do të nisim të përgjigjemi me antarë prej atyre që do të kalojnë në Aleancën për shqiptarët.